Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Kjo ka qenë dita ime e shtunë, siç e shikoni. Edhe sa e lodhshme ka qenë. Ne mezi presim të marrim ato kur kemi festa, ditët e pushimeve, por në të vërtet ato ditë kthehen më tepër punë se sa pushime. Dhe jam këtuja, kisha mbaruar të gjitha gjërat, edhe më kishte mbetur vetëm të laja në mërdhe. Dhe si që shikoni, atë gjë po bëj. Edhe unë do uroj këto dy gocat, njëra është italiane, tjetra është shqiptare që më kanë komentuar këto mesazhet e bukura. Do t'i kthej më tepër kësaj shqiptares që thotë që i ke të gjitha videot dhe kur kthem përgjigje më tepër me komente të bukura. Atëre dashur, unë do të them vetëm një gjë, që unë kam kthyer dhe komente që kam bërë video në disa mesazhe që mua nuk më kanë pëlqyer, por kanë qenë mesazhe që e ke parasysh jo fort të rënda. Se unë mesazhet e rënda, të them të vërtetën, me pak fjalë, unë personat i kam bllokuar direkt dhe nuk e kam marrë fare mesazhin atyre që ta publikoj. Nuk e ndjej veten time në disa mesazhe, nuk më pëlqen kjo pjesë dhe nëse unë kam kthyer në një koment rrallë njerëzve, gjithmonë ja kam kthyer me qeshje, ke parasysh me atë qeshjen time, nuk kam ofenduar kur asnjë njeri dhe nuk kam për ta bërë. Pavarësisht se mua më kanë ofenduar shumë, më kanë sharë, dhe kur kam publikuar një video thjesht për gallat, për shembull edhe për videon që publikova para ca dite që ishte thjesht që në Shqipëri, në atë në Itali nuk ja del dot në fund të muajit. Ajo ishte thjesht një video për të qeshur, por unë aty kam marrë dhe sharje dhe detyrimisht unë kam bllokuar personat në fjalë. Nuk kam se ti marr ata komente dhe më kanë thënë nga të gjitha llojit, mos kujto, jo vetëm mua, por shumë njerëzve të tjerë që ne jemi këtu në social, jemi për shefin ton, edhe gjykohemi, mallkohemi, kritikohemi pafund, pas një lloj kuptimi, pa na njohur, se si puna sajta. Këtë fjalë ma ka thënë njëra sot edhe emrin ma di, por nuk më njeh se kush jam. Edhe ishte shumë fjalë e bukur kjo kur e dëgjova. Edhe doja të thoshem që nuk më njeh se kush jam dhe nuk mund të më gjykosh dot para kohë. Dhe çfarë janë këto pastaj mallkimi, ku ta di unë, nuk i perceptoj dot. Dhe preferoj që të nxjerr më mirë një mesazh të bukur, si punë e këtij që më ke shkruar tia. Edhe kjo shoqja lo ringrazio tantissimo per il suo messaggio. Edhe doja të thoshem që njeriu, për mendimin tim, është më mirë të përcjelli gjëra të bukura se sa gjëra negative. Unë këtë mendoj. Unë live shi, pastroj, mbaj veten, nuk e mbaj veten, ke parasysh gatuaj, pastër, pist, ku ta di unë siç mendoj njerëzit, se nuk e besoj që ti je me tilla. Unë di se çdo njeri i bën për veten e tia dhe nuk i bën për njerëzit që janë në telefon, se te kjo shtëpi qëndroj unë, qëndrojnë fëmijët e mi dhe burri im. Është e pastër, apo është e pist, unë besoj se nuk duhet i futet njeri në xhep dhe nuk duhet i dalë njeri. Nuk do jetojnë me mua, nuk do hanë me mua. Dhe unë të falenderoj shumë, jo ty, por shumë komentuesve të tjerë, se unë kam shumë mesazhe të bukura që unë nuk i kam nxjerr dhe kam nxjerr gjithmonë ata mesazhe që më ke parasysh të themi më përshtate një çik, po mesazhe të bukura kam pafund që më urojnë na mëngjesi deri në darkë me fjalë të bukura, me fjalë që me gjithmonë mua më ngrena morali dhe ditë them vetëm kaq që unë të gjitha gocat, gjithë njerëzit që më kanë komentuar fjalë të bukura, i dua fort, i përqafoj dhe i admiroj, të them të vërtetën. Dhe kjo është jeta e të themi një emigranti, si puna ime dhe si puna ime ka plot, se s'mund të them që jam vetëm unë edhe vetmja.
që ja dhe në ditë pushimi, po thosha. Dita ime e shtuna, që unë kisham 2 ditë pushim, e shtuna ka kaluar gjithë ditën, vetëm punë, si që shikoni, këtu ka qenë ora 5:30 i masdites, edhe unë kisham filluar gjinë orën 10 të mëngjezit, edhe deri në orën 5:30, imagjinoni dot juve që edhe drekën kur e ngra kam ngrënë në kemë. Megjithatë, njerëzit janë, kur i thonë të lirë, janë që të komentoj, nuk më intereson, se që ke thënë dhe ti që shumë në base faqja ime nuk do heci shumë, po do heci pak, ajsa të heci, por ama unë ditë them këta që unë dua të kujtojmë si njeri i mirë, për shdo gjë, edhe jo si njeri u keqë. Më pëlqen që njerëzit nuk më pëlqen që ta shuja të dalë na vetja, ku ta di unë, ose të nuk jam e keqe, por që nuk më pëlqen që të përcjell keq në rrjetet sociale.